Fillua dhe me arrit informatat e para sa e përket komunikacionit. Jemi drejt për drejt në YouTube, jemi drejt për drejt në koa.net, në glamradio.fm për juve që dëni me në ndjek edhe përmes këtyne mundësive, përveç se përmes koa vizionit edhe frekuencës 88.6 e 102.0. Sa e përket komunikacionit, informatat e para që kanë arrit na tregojnë se ka kolon pjesa poshtë Veternikut deri te krethi i ambasadës. Mirëqas rrethit ambasadës atje është me kolon edhe nga Komuna Re, pra përshqiet kjo pjesë e ngarkuar. Pastaj është e ngarkuar rruga Gim Ramadani për tek Udhkryqi i Menzës nga Komuna dhe rruga Tirana për tek krethi prapa stadiumit Fadil Vokri. Këto janë informatat që kanë arrit deri në këto momente, që vazhdojmë me presim informata edhe për pjesë të tjera në komunikacion, por unë du m'ju tregu se Petrol Company tek Proj Njelmet, me dini, që del aty tek krethi Arbris, euro dizelën e ka 1.18, benzinën 1.18, ndërsa në Arbri, magjistralja Mitrovic Prishtinë, fshati Shkaba, i ste kaloni, e keni euro dizelën 1.19 për litre, benzinën 1.19. Për me u bo pjesë e lojës shpërblyese, ju duni me shku në Facebook për me i marrë informatat aty edhe me i mësu se qysh do të më bo pjesë e lojës shpërblyese. A për marrim telefonatën e parë që e kena për ditën e sot me... Alo. Po, që? Faleminderit. Të isha kun hershit, unë ajtë bilet a kësha ditë me bona i farë. Na i kolitjet let, na i gryrjet fytit. Po, ke mujtë edhe kështu edhe, se s'pish punë. Hajde, mirë, kjo. Ju pengoj aty nëse unë të gjojnë, sa ata që na shikojnë pak ma... Ju vjanë sot diqysh edhe kjo në gjitë se si kur aje që kur të hapët goja. Diqë që thojnë, edhe kur bëndi kësh... Me vish kur të esha dhe vetë. Kujtohet edhe ty me bo pak. Po. Hajde po presim telefonatën e parë. Alo, kush telefonon? Alo, përshëndetje, Enisa. Hajde, të prita. Besom që thash inshallah na telefonon Enisa se na kanë arrit kartolinat, hajdin. Bash sot ku menu, thash. Kartolinat e 2024-ës kanë mbri sot në radio. Para mendoje. Ç'është me befasi është posta jo. Sa efikas janë posta, po? Pash, ose dikush ka mujtë adin me gjuhë aty, se s'është e mundshme se mu këthy, njerë mu kanë këthy. E i ke dërgu prap tani, okej. Po, mas ne e ndryshova, e mura zorfin prap, edhe jo, s'kan pas faj se to është një zorfin post më ronë tu, kur zhët pak për se punat modë, në ata, kur ma këshin shkru, ndroja zorfin, mere 3. Do me thonë edhe bashkë në qësi detaj e hynë ata, që mere me ndru zorfin se është ndodhë në mundë të Gjermania, po, atë kanë thonë Gjermania këto. Atje pësak. Ja, Gjermani. Po nëse tash mos kanë thonë këto, aj po ashtu fështu po vjeni për lytë. Jo, bre, aksim, po se... Më dhe s'pik që ditë që ojtë. Une nuk e zorfi ashtu se këtu nuk është loq, nuk e loq, po nuk e di qysh pak u prek edhe thash hajtë. Ja u ka vro synin aty në do me thonë. Jo se, të na nuk përzim bashkë në si detaj. Une veç kom pas qep, ja dërgu kështu e poshtë si thonje, unë përqej. Po bëjna pak shaka për shkak se është me të vërtet në Breslen se që atje posta edhe me të korrigju në kësi detaje, e të na në ndërkohë nuk djen një vjetë vonez, nuk djen do me thonë posta, letra, kartolina, qka do qoftë. Me qenaj dokument për rëndësi, s'di qka kish ndodhë. Gjithsesi, na të falenderojmë shumë, kështu përzemërsisht, nga zemra të falenderojmë për kartolinat, për fjalët e bukura që i ke dërgu, edhe shpesh kemi pas edhe temë këtu në radio për kartolina, sa dërgoni, kur keni dërgu për herë të fundit e të tjera, dhe dul që shumë pak njerëz po dërgojshin kartolina. Unë thash që më pëlqej si thonje, edhe ja shkruva për kthimin. Shumë e bukur kem. Më pëlqej shumë edhe pjesa për kthimit për miqt. Punova një 2 ditë në qatë market edhe i poshtu, kër e poshtu, unë jenë pëlqej edhe pash hajt ja u dërgoj miqve zemrës. Faleminderit, edhe ti jemi keshe jo në zemrës. Shumë faleminderit. Po thom sinqerisht. Të marrë shembull, serbët fjalë për një grut fort, unë të marrë shembull ty. Po qysh po ta bën rrafshoj Enis me dite. Qysh e di unë? Ja, s'ma bën se kemi pin kafe, di. Hajde po dalim tash në tim. Hajde po dalim tash në tim. Se Janis kë kolegu jemi dashur. Çka të bën me dal prej vetes? Në këtë javë komplet jam dal prej vetes. Çka ka ndodhur? Më ka ndodhur raste për shembull që prej muaj tetor ma kanë marrë krejt me analiza me krejt djallit, edhe të martën ma kanë qu letrën që nuk mujna me bo operacion për shkak se kushton. Edhe i mora unat, po, kushton shtrejt operacioni. Edhe i mora shkova të një mjek, edhe mjeku tjetër pa ju tha, kjes kushton, të tha e pagun Ministria e Shëndetësisë, ta se ti e pagun tatimin. Do me thonë atë 2 të pagun tatim edhe unë edhe djalli. Okej, në rregull. Dje, që javë shkova një vend që i firma me punu, ne gru, katastrofë,
mri kemi krye që aty edhe gjithë dola për vetës komplet. Ka nervozu. Me gjithë se... A reagove keq apo thjesht në vetë kështu? Jo, njëherë veti, po dikur thashe pse unë me hongër vetën për këtë farë gruje, edhe e marrë të i rifirme, thashe unë mo këtu nuk punaj, thashe e dini kush jam unë? A e morën parasysh? Apo nini këneja jo, që shtë A e morën parasysh? Po që shjo me njëre, po se e din seriozisht, po më vjen pak më livduve, seriozisht, adin më respektojnë në pyjtë, po se unë e punoj. Nuk e rejtë. Seriozisht se ju ka kërcnu aty. Seriozisht të më tutën. A dhe mi smujti me të shlop jo. Jo, nuk ju kërcnova, veç i tregova realitetin. Ka presion, ka po, okej, shumë regull. Thash unë bollë kam thash stres në shpe, thash me djallë, se edhe këta e din rastin e djallit, thash jo dhe këtu thash në shku mu tensionin 200, veç nga unë shëfica, kësha je, e të shmija. Mirë, paske, po mirë është me reagu ndaj padrejtësive, bravo. Qëre fion nuk jam për me se kuptohet, njeri paguhet, punon edhe paguhet. Mirë po, unë kam shku në regull, me para aty. Po të kuptojmë. Më pagu. Mirë po, jo ti me mnejt mi krye mua ti ma qartë kryet, se unë i di pun të mija dhe i thash, hej, mos na bërtet neve, s'kena faj. Themi Anisa që Anisa më tut, për emision. Përshëndes shumë. Edhe na të përshëndesim, falimderit shumë për kartolinat edhe njerë, falimderit për kohën. Falimderit e suksese për djalin. Falimderit shumë. Qa kushtu diçka, veç për shef. Ajo kushton ma shumë. Veç kujdesi është do më thonë mjaftueshëm shumë shpesh. Qështu e thojna me Fionën, po ndryshe me pas kujdes edhe me shku të Rubini, me ta bo një dhurat, dikush dhe më thonë si shangër prej smit. Ose vish me thonë emision, për shambull... Bolo, mjaftueshëm, jo së është mjaftueshëm. Dione. A për ndryshe... Nëse doni me bo kujdes, shkoni të Rubini, edhe i keni ato nazat e mrekullueshme me gurçmuar diamantit, i gjeni në qendër Prishtinës, e gjeni në Albi Mall dhe në Ferizaj. Ama jo vish me bo një shëtitje, aty me thonë që kusht Rubini janë qëto, po me himrana, me blet, a kena marrë herën tjetër tha të bia pet. A po, ajo Barcelita me Gjakovari, ka të rënda filat. Po. Ajde grua dhe herë, ne i kalojmë. A jena në regull, a dhe këta vesh shumë i po kështu. Alo, përshëndetje. Mo, përshëndetje cim. Kush na përshëndet? Abedini. Abedin, si kalon? Mirë, faleminderit, ju sene? Qysh e ke pas ditën? Vesh me kon verë. Po më vjen shumë mirë, Abedin. Më thonë nga shkoa e mirë atje, po? Po e mirë, 18 gradë. Por ata që nuk po e din, Abedini jeton në Gjermani, edhe po na tregon për kohën atje, për ndryshe edhe në Prishtinë ka qenë koha e mirë, po jo bashkë ashtë në 18 gradë, 12 ka qenë maksimalja sot, po më thonë koha e mirë për aty në ditëve që i kena lanë. Adin minus kësi sene. Abedin? Ormane. Që bret, nese, qëfar të bën me dalë prej vetës? Marë në mesasht. Unë bërë me dalë për vetës kur takohna me diken ose në thret telefon ku ke, qka bone, ku po shkan e që thu. Do më thonë kur ti bojnë që të pyetje, ty të bojnë me dalë për vetës, apo? Po, shumë ja u kanë mërzi. Kush të bën me dalë për vetës? Cilët persona kur të thiren, se nështë prej këtë personave nuk e kishto? Jo, për i këtë persona, jo, po da që ja i kam kështë adit. Matë lartë, pa. Ata bëllis kam qefa di mu taku qasë shumë, po gjithë se më thret në telefon, më thret, ku ke, që ka po bënë, ku je, ku po shkan. E ku ke sot? Sot kesh me gruën që të atë kushe të të me mora që ke për shkolla dhe se. Ta një e fshat mire. Faleminderit që na ke thiro Abedin. Ju përshëndes të juve dhe stafin e ju. Kalov shmirë dhe ti e pas një pas ditë në mrekullueshme. E dukshme të na. Po qysh s'është, e takoni njeri krejt kështu. Këshia ta bone ka ke, adin qa bone e mirë ka ke. Po, atë me kalzu drejt. Du më thonë, adin puna e kujdesit të nazave, që thash unë e kom mujtë tronë, se nuk po besojnë, u merë një mesazh për Amandës, bone që kujdes, adin këtë mujtë. që na i këni rënu së fazën s'po di qka me ju thonë. Nejse, une do më thonë masojna du të me shku gjëllësysh në ato spate më rekullueshme të Suisit, një relax mi abo vetit, po për veti, mi abo po s'po kom qare, pa fole e Fionë së zemra, du më thonë që ashtu po thot. Edhe, ju që dëni me bot njëjtën, mundri me shku tek Swiss Diamond Hotelin në qendër Prishtinës, e keni numër e telefonit nëse dëni me rezervu dhe salat e mrekullueshme që i kam për fare eventi, 038 22 00 00 është numri telefonit.
Po vazhdojnë po arrin mundoni me thirrë edhe numër, po se po shoqër pasere Viber po din me Ju që jetoni në Kosovë të paktën mundoni mos më na ngarku Viber, t'ja lojmë këtyre që jetojnë jashtë Kosovës. Po është që Viber në këto momente e ka atë momentin, po derisa të marrim telefonatën e radhës, juve që jeni në komunikacion, ju tregojmë se ka kolon pjesa poshtë Veternikut deri tek rrethi i ambasadës. Pra nga poshtë Veternikut deri tek rrethi i ambasadës është pjesë shumë e ngarkuar. E ngarkuar në këto momente është edhe rruga Tirana për me shku tek rrethi prapa stadiumit Fadil Vokri, pastaj me kolone keni edhe rrugën Agim Ramadani nga komuna deri tek udhkryqi Menzës, vazhdon kolona edhe poshtë për tek udhkryqi Katedralës. Rrethi me flamur rrethi spitalit deri tek rrethi rrugës B është pjesë e ngarkuar me kolon. Këto janë informatat që kanë arrit në Viber që po vazhdojmë po presim edhe të tjera me na tregu se ku janë ato pjesë më të ngarkuara, përndryshe po ju presim me na tregu edhe se çka ju bën me dal prej vetës, domethënë çka është diçka që ju nervozon shumë, ju bën me dal prej vetës tonë abre. Mu komentues nëpër Facebook-a. Tani na të tjerëve se po. Jo, njerëz që komentojnë kot e kot. Ata më qesin prej vetës. Po nëse ta dim pak një çfarë me dal prej kontrollit edhe me dal prej vetës, ka shumë dallim. Se me dal prej vetës na ndodh. Mund të dal prej vetës për të mirë? Po. Po pra, dal prej asaj zonës së komfortit që thon. Për të mirë, ne thu që s'ta se kisha bë kur, po mos i jep tip e baj. Ka momente emocionuese, situata emocionuese që të qesin me dal prej vetës, që të qesin. Që vojnë me dal prej vetës. Çe tek shyrum çapo thotë. Alo, përshëndetje. Përshëndetje nga Gjilani. Po, kush na telefonon nga Gjilani? Bëre Mazemi nga fshati Malshev, komuna e Gjilanit. Si jeni? Që kemi Gjilanin, mirë, bukur? Kryesisht mirë, një klimë frym, jo edhe ashtë nxehtë, por e mirë. E vranët me frym, pak shi. A ka paralajmërim që ka me pas shi sot ajo? Se cimi është ekspert në këtë çështje. Po nuk e di, është paralajmërim që më ku e mirë. Amo po ndryshon. Po ndryshon. Prilli është, do me thonë nuk e di, tha njerëz që ka lind prilli rastisht janë çrregull si moti. Prilli është i tillë se vetë fillon. Hajde tregona çka të bën ty me dal prej vetes. A ka diçka që të bën me dal prej vetes? Problemi është shumë e kam probleme me dal prej vetes, por është shumë interesant sepse pjesëmarrën në trafik kur një kompjuter e kalon rrugën edhe gjë se autofon telefon, edhe sikur sa faktikisht nuk autofon telefon hiç, edhe hedh nga dal as shyronash. Kjo shumë temose të vetvetes. Do me thonë këmsort kur e kalojnë rrugën, pa e shiku rrugën, a? Pa e shiku ka trafik, a ka të drejt, as ka të drejt. Po, a i ki fjallin për ata që kalojnë në zebra, apo ata që dalin kështu? Jo, janë zebra, nuk kumbon, jo. Jashtë bën kalim në kurse e lejushme, a kupton? Marohet sikur se, po fon telefon, edhe fakt, nuk ka të fon telefon, po edhe nga dazon ecjen. Okej, dhe më thonë, edhe bën shkelje, edhe ka dal, s'ka nevojë më ka dal, humbkoj, nervozon shoferët. Beso shumë temosa. Mu në fakt nuk më pengon fare faktit që juve ju bën me dal prej vetvetes, apo dhe neve si shofer, mu më pengon faktit që jenë pa kujdesshëm në komunikacion, si shoferët ashtu edhe këmbësort. Dëgjoj, a kuptova në arsyeën që po them. Po, kuptoj plotësisht. Shembull, marrohet sikur se s'po e di çka do bëu as fakt. Po dalë rrugë, hajtë për shësë të telefon si jabi që... Pa i që s'kanë qitë që aty vijat bardha, po mos baj gore. Ja, nuk e pota për ata konsortët. Unë po bëja gore, pak për... S'ko lidhe, programi ishtë të tira këtu, sa më tonë. Ashtu pra. Faleminderit shumë, të përshëndesim. Edhe ne përshëndetim çdo të mirë. Gjithashtu, faleminderit. Fillon mos e veç vete për shi, po prej orës 5 kam e pas shi në kryeshtet. Për ndryshe kam e pas pastaj edhe në orën 9, 10 të natës. Po kam e pas shi, lezetshëm është, po i lezetshëm është, domethënë nuk ka as frymë as kur gjallë, domethënë është një shi tamam i pranverës. Ne asani domethënë më jap shumë stres që kjo koha që niset me rashi po s'bjen. Të ngone kja ndjenjë që kam... Jo, nuk që prej vetës, vishë të mja pak një farë shtresit vogël. Jo, para së më shku të telefonata tjetër, Go Plus më harroni ka nisë me kampanjen më 3 për gjithë konsumatorët nga Kosova dhe nga Shqipëria. Është kampanja më e re ku do dhurohen në 16 vetura Avatar 1-2, 8 në Shqipëri, 8 në Kosovë. Dhe kish ka duhet bëni ju është të dërgoni mbi 100 kode që gjeni nën kapakët e Go Plus. Shkruani kodin, emrin mbi emrin, dhënat e tjera. Për më shumë informacione e keni loja goplus.com, website-in e dedikuar për këtë lojë shpërblyese.
Kështu që hyni shikoni çka ka nevojë edhe pastaj nisjani edhe dërgoni kode që me marr njërin prej këtyre veturave fantastike. Avatar 1-2 janë full elektrike. Edhe njerë për juve që jeni në për vetura 049-978-978 në Viber me na dërgu fotot, njëti numër mundëri me përdorë dhe me telefonu, me u përgjigj për pyetjen për ditës sotme që e kemi. Për ndryshe po vazhdojnë e po arrin informata me na tregu se po vazhdojnë që jeni ngarkuar pjesa nga po është vetërniku deri te krethi i ambasadës. Alo, përshëndetje, telefonata fillimisht. Përshëndetje Arsen. Na fije, si kalon? Mirë, si jeni ju, si kaloni? Mirë, faleminderit, mirë jemi edhe ne, mirë po kalojmë. Çuçi ke pas ditën? Mirë. Ka pas ndonjë sa interesant a veç mirë? Jo, mirë. Më thonë s'ka pas diçka që vlen të cekët, okej. Na fije, çka të bën me dal prej vetës ty? Valla Arsen mu më bën me dal prej vetës, kur ma boj një pa drejt. Kur dikush ta bën një pa drejt, do më thonë edhe din që ta ka bën pa drejtën, dal prej vetës. Hë? Me mu gjallë nuk isha. Okej. Pa i pas këtë rona ti këtu dalmet prej vetës. Nuk e duroj fare. Okej. Faleminderit që na ke thirrë. Edhe ti kalofsh bukur e pas një pasditë të mrekullueshme për ndryshe për ata që po dojnë me udhëtu me kalu bukur drejt Gjermanisë, Zvicrës, Slovenisë, Suedisë, Luksemburgut, Francës, po ose be harrojna Francën, nganjëherë do të mjashtu çdo. Po, mundeni përmes pristinaticket.net me bërë rezervimet e biletave me operatorin më të madh në aeroportin e Prishtinës me çmimet më të lira. Pristinaticket.net, aty është në vendi ku mundeni me bërë rezervimin. Telefonata e radhës. Alo, përshëndetje. Kush na telefonon? A është Viber a telefonat? As spenim vesti as, unë jam të eni. Unë s'jam të eni. Okej, as s'jam të eni. Alo, kush telefonon? Jo, ku ka ndërprej, po. E po është edhe dikush që po thirr me emrin Rabie, po. Nuk është ajo që po më ndan fion, është dikush tjetër, vish pe thirrë po nal, më thon si spedia është problemi i telefonit, ton a është problemi jon këtu në Viber, po nëse mundeni me telefonu edhe numër, mos harroni në të njëjtin numër, kështu, domethënë pa Viber edhe e keni shumë më lehtë. Çfarë po mendoj se ka aksis që na gasmojnë. Ja, s'është, nuk është, që tash tek këshiru me vërtetojnë a këtë farë punë, që e nali, edhe kjo e nali. Nëse derisa të vjen telefonata tjetër, mos harroni në këtë moment kushdo që nuk mundet me na dëgju më përmes radios, jemi live edhe në YouTube në kanalin ton Glam Radio 86 FM, na bëni subscribe edhe gjithmonë do t'ju vi njoftimi që nis emisioni. Jemi live në këtë moment edhe në portalin e Kohanet përveç frekuencave tona, kështu që edhe në glamradio.fm, portalin ton, edhe aty mund të na dëgjoni live në këtë momente. Keni vende sa të dush për me na dëgju. Alo, përshëndetje. Kush telefonon? Edhe Arsim. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, kush telefonon? Naki nga Suedia. Ku je më Naki? Je bo me të pyet kush telefonon? Si je? Mire kise, me të vërtet nuk kam telefonu. Na ke mungu. E dije, po këto tash tash në Suedi kanë nisë me orë pranvera, me do gjona tjera, kështu që kur kam kohë ju dhe gjëj, kur s'kam kohë, ka herë tham, si kam dëgju. Faleminderit shumë gjithsesi, e di që secili gjithkohë është i angazhuar, sidomos në pasdite kur mundohemi krejt me gjithë kohën me bë diçka, kështu që sido që të jetë, falenderoj shumë. Naki, çka të bën ty me dal prej vetës? Vallaj Fiona, drejtën ta them, do të më kon shumë i fortë ai person me qit prej vetës. Të problem me qit prej vetës ty, a? Unë jam gjithë herë me vetat nipin të ambienin thonë, do të më bën, ujtet, do ta bosh ti nervoz në herë. Jo vallaj pse, po mamile të bot ai pse më bone. O sa mirë. La benin po ta bëj kanë po ta ças pi vetës. S'm ka gamu Arsi. Ja po bëj ai gorës, edhe ajo është shumë troll një Arsinaki, që është problemi i qit prej vetës. Drejtën them ta pyesni. Edhe më shumë lakmi. Ai më një herë thotë ato se ne qet kur prej vetës, kur. A mund ndoshta thell vetë kështu, ka diçka që të bën nervoz, po thjesht nuk reagon. Jo, nuk reagoj veç i këshyri them. Hajt pash bacën se kime ra në qatë ku ke dash më në qitë mua kime ra vetë. Bashmi. Bashmi, po shumë më përsa. E qysh të regona pak sekretin, qysh me qena krejt kështu? Mos mi marë sanet kështu afer zemrës. Njëri në qose se dojmë për mos mi marë afer zemrës e gjonat, vetëm shqyqaje edhe leje deri në fond deri sa të fletë. Edhe ta krynë kështu krejt muhabetin. Në fond mund është me, e di shka mund është me thonë,
Ani, hajtë se kime ro vetë që ato. Ose s'po pajtona me ty edhe qash. Jo, si s'po pajtona. Me nisë, Arsim, me bo me i tonë s'po pajtona, ja nisa për biseden. Hajtë, të snalet kur. Që në kesh të dal pi vetës, vishtu me numës me dal pi vetës. Në do vish rritë të gjo edhe rafsh. Po rafsh. Po ma mirë. Une për vetën ti me kur nuk e marë ato gjonat ashe, me thonë dal pi vetës, që edhe këtu në punë që jam, gjithë më thojnë, ona këto ta bish kesha, bosh njëherë nervoz. Thash, unë bohna nervoz do njëherë, po nuk e shprehi ato, unë veç këqyri, po kur të këqyri... Çfarë nervoze, më nalë me këqyri? Jo, me bo më të këthy, nuk e din rrugën me dalë për jashtë. Atë ka ndodhë najherë? Jo, për zotin, jo, nuk munde me thonë, njëherë më ka ndodhë, bo shumë, kërë jem ponat baktin e re. Po ka bosu e zena ke e qete, lumë tërë. Jo. Veni po të bëjke, oj fjon, veni po të bëjke. Ajri po më do këtë atje. Ajri maj mirë atje, uj maj mirë. Më zbaj gore. Po që oj fjona që 30 vjetë, normal që ja më merë diçka. Vetë prapë se prapë, gjakon e kam shqiptare dhe nuk e harroj. Ta ke faleminderit shumë. Se kisha harru e Shqipen. Faleminderit, përshëndes shumë. Ju përqafoj shumë. Edhe na të përqafojmë. Dhe të pa lopë. Faleminderit shumë. Ka orë një mesazh prej Dojës. Suedis po thot po unë e morra lidhjen po I keni marr 2 kosirt. Jo dojna I pranojna 2 telefonata, shumë shpesh kena tregu. Do më thoni marrin 2 telefonata vish ju bjen me prit. Nëse e nini dikon që tu fol, po na nini ne vetë tu fol, mirë është puna, vish pretni pak edhe do më thoni ju vjen rani. Po nëse s'na nini hes, aty është problemi. Mi përmend zakonisht, alo Viber, alo telefonata, që më e ditë ju cili është në radhë. Alo telefonata. Përshëndetje, si jeni dhe si kaloni? Shumë fort, shumë mirë. Shumë fort, shumë mirë. Qështë ke pas ditën sot? Mirë ke pas ditën? Shumë mirë, shumë mirë. Unë vjen shumë mirë. Çka të bën me dalë prej vetës? A ka diçka që të bën me dalë prej vetës për parim ty? Po ketëm dalë, më dhe ketëm vitë. Jo mërë çka të bën me dalë prej vetës, me të nervozu, çka të nervozon? Shumë nervozon, kur po vë startë, kur vë shket kjera, se vë shumë keq. Kur po çka se po fol shpejt ma ka dalë? Kur po sëdar të visalat. Kur po në aksidentet, okej. Po me pas kujdes pak ma shumë, me pas kujdes pak ma shumë këta që janë për vetura. Okej. Inshallah, Allah I ton të gjëpë. Faleminderit që na ke thirrë, po të përshëndesim shumë për ndryshe nëse dëni me pas atë sistemin më të mirë të sigurisë, domethënë vetura që në kësaj raste. Just paralajmëron, po të nalke po të sakatoj, domethënë. Mos me kon ajo, mos vetesh. Jon Toyota. Të mirë, shumë të mirë, kështu që nëse veç doni me pas në veturë që I ka krejt to sistemet e sigurisë, që ju paralajmëron edhe mbrapa, besa me bu me kaluni njeri kur nuk eshin në atë kondin e që thujnë ai kondi I vdekun. Shkoni te Toyota edhe I merrni krejt to informata që ju them, thuj, na tregoni çfarë sistemi të sigurisë ka që kjo veturë, çu shinje komsorte, bicikletat e vetura tjera që janë komunikacion, çu paralajmëron, çu ndalet. E krejt këto I ka, domethënë Toyota me 10 vite garancion, edhe ato krejt veturat Toyota, pe dini që un hibrid, kështu që plus shpenzojnë më pak, plus ajri nuk e ndotin që është shumë e rëndësishme. Telefonata rrobës. Alo, përshëndetje. Telefonata ose Viber, cekët. Alo, përshëndetje, Faiki për Gjermania si gjithmonë. Përshëndetje Faiku si gjithmonë, si jeni? Përshëndetje juve, jeni të mrekullueshëm, me të vërtetë. Faleminderit Faik. A ka diçka që të bën? Pa juve nuk jeni gjallë, me të vërtetë. Jo, bre, jo. Mos e rrecet. Rritet. Vallahi, se më kon që nuk me keni ani po bash pa. Çka keni bë para neve? Ose na I musha syt lat. Qa keni bo para? S'kena bo ku s'ka pas tjetër program, s'kemi këshyrë programa hiç. Okej, e vlerësoj shumë, veç adin, po dojna pak me na ull. Ama po të kallzoj, o nuk pedin se në pe shof junën, bile këshyra kështu, o që shpi vjen mirë. Ka njerë në skuqën këto hoqët. Mos më kon të mrekullueshëm kur s'kisha telefon ju. Po të kuptoj, po pe diune se ku të më thonë ka shumë mundësi për ka emisione tjera të njëjtën kohë që mundni me telefonu. Po ju e keni zgjedhur të emisionin tonë. Tjerë të emisione me të vërtet nuk më interesojnë. Ani mirë që jemi. Faleminderit shumë. Gjithsesi po ka shumë emisione, shumë programe, shumë moderator, gazetar që sjellin gjëra të bukura. Po jo si na. Dhe modestia
Iki. Hajde dalim tem, se nuk po kom qef me shtjellu shumë këtë temë. Tregom çka të bën ty me dal prej vetës. Ka shumë gjona që dal prej vetës shumë shpejt. Te kom përshtypjen që je tip ma temperament, reagon shumë shpejt. Me të vërtetë reagoj shumë shpejt temperament, domthonë një njeri që ja nis me dallaverën edhe me rrejt. Okej, këta persona të bojnë me dal prej vetës. Edhe dyta nëse ka mundësi për më shku nerva, për më shku mas shumë të domthonë që du me eksplozu, me eksplodu domthonë politikanë që po bojnë debate në akşam. Okej, debatet s'po të pëlqejnë. Okej. Debatet absolut, si janë ose debatet automatikisht e çes diku në program tjetër. Ai sa ka pas futboll mirë këto ditë, kështu se. Je macet. Un fal. Asë e kum po Barcelona me Borussia Dortmund, po. Po, e kum po, edhe tjetër kalu kia Francës me 4-0. Paris Saint-Germain me Conque. Edhe ato i kum po dy se politikanët mo kanë orë të hunda me të vërtetë. Okej, faleminderit shumë, jemi mrekullueshëm. Halo më i qetë me IPCO, gjithmonë kemi pas edhe liga sportive ekskluzive, kushdo që don sportin, i ka aty 2024-2025. Fajt përshëndesim shumë edhe internetin më të mirë. Tung faleminderit. Edhe internetin më të mirë keni prej IPCO, plus keni alo oferta me ju që jeni me pakot prima, keni televizor të mrekullueshëm me këste deri në 24 këste, kështu që shkoni në pikën më të afërt të IPCO-s në krejt Kosovën. Alo, telefonata e radhës para se me shku deri në Albi Mall. Përshëndetje. Kush na përshëndet? Ismeti nga Gjilani. Ismet si e Gjilani aktiv, po m'vjen mirë. Mirë, faleminderit. Gjilani mirë është, se morëm vesh pak ma herës që është gjithçka në rregull atje, po na kallzoi njëri. Po, në rregull, jam jashtë vizë për pushime këtu. Është e vërtetë, domethënë që shumë prej ata që atyre që jetojnë Gjilanazve, jetojnë në Zvicër. Ku që 45 vite e ma tje. Po, është e vërtet që shumë prej atyne që janë që bashkëdhetarëve tonë që janë Zvicër janë prej Gjilanit. Po, shumica, po që ato është. Tu i Gjerdan Shaqie e këta ti përmeni mos t'vjen kesh, po se jeni bajegi me emra e stane, po, që edhe një më kujtu shpendi i Gjilanit, po, në Zvicër, po. Hajde tregom, t'lutna çka të bën me dal prej vetës. Po, zofin, me shani që dhum kjo, pa vetëm bon dal vetëm gënjeshtat e dollarëve kur bon ato s'në bojnë me majt vetën ish për ryshe jam i qetë këtu. Domethënë nëse e din dikur që po ta bëni gënjeshtër, dal prej vetës. Di shka kështu ashtu s'bojnë hiq pas nuk jam akështu jam i qetë, jam nuk kam dertë. Po m'vjen shumë mirë që je shumë i qetë dhe me mujtë dhe që ato me hek, halo ma mirë kështë me qilën e nakit, vish në alo dhe këqyre. Edhe këta zvizrës që atjenë, Ojrin e kanë. Ojrin e kanë, do lume, do kujvara. Kalov shmirë këmë se na po vazhdojnë apo folim, ha? E vërtet që natyra ndikon në Po shkëna dhe në Olbit, na vazhdojnë ashtë të i përmenë. Natyra Olbit, hajde. Ashtu po presim edhe informatat rreth komunikacionit dhe njerë po du m'ju tregu juve që jeni në përvetura se Petrol Company nga projnjelmet që del për të krethi ambasadës aty ka super ofertë në derivate. Eurodizelën e ka 1.18 për litër, benzinën 1.18. Gjithashtu edhe në Arbrim që i bjen në Shkabaj, që të kaloni fshatin Shkabaj, njënjët Prishtinës, e keni Eurodizelën 1.19, benzinën 1.19 për litër. Këto janë çmimet për këto dy pika, nëse doni me mësu çmimet edhe për pika të tjera, mos harroni bëuni pjesë e komunitetit në Viber. Në Facebook ju shuni ata ju dërgojnë një link. Çef fion telefonata radhës se është ka pret me padurim. Alo, përshëndetje. Alo. Qazimi. Hajde Qazim, si je? Mirë. Më vjen mirë. A ka diçka që të bën me dal prej vetës, Qazim? Po. Çka? Kur sot një kus e kum lo Qazimi telefonin, se kalon hiç. Ja kum lo telefonin. Ja, e kum lo telefonin, se kalon hiç. Nuk e kalon hiç, domethënë kur gënjejnë. Po. Okej, Qazim, faleminderit, uroj me pas më pak as njerëz që të gënjejnë. Urdhna. Kur vet një kus për shembull që e kalon që njeri Qazimit telefonin, unë e di që e o të letë. Okej.
Faleminderit Qazim, të përshëndesim. Qazim, përshëndesim shumë, po falenderojna për telefonatën, ndërsa po falenderojna edhe Brunën që na ka jap mundësi për me i pas ta kondicionerët të mrekullueshëm që janë shumë efikas ngrohjen ftoje, që i kanë 5 vite garancion, që kanë konsumin e energjisë minimal, se ata që kanë të nxeme termokos këtu ditë ju ka dashur një kondicioner Bruna. Po se është ndërprej ngroja për shkakun e poshtërës. Hajde se pranvera tash, aty në Gjermani që jetojnë. Që kanë 18 gradë për momentin. Okej, jo, këtu është. Jo të na bor ka pas. Ka qenë sa diku më shumë se 4-5 net ka qenë aty -6, -4, -5. Komplet java e kaluar ka qenë shumë ftoft, kështu që kena nevojë. Bravo Termokos. Alo, përshëndetje. Kush na ka telefonuar në Viber? Alo, përshëndetje nga Pajtesa Lokna nga Gjilani. Gjilani, bravo bre. Në top form jeni sot. A jeti në Kosovë në Zvicër? Ja, në Kosovë. Kosovë, okej. Pajtesa, këtu arse në limoni, mos i hinëm, do me thonë me Lokna, me limona, me që të senet e vojna komplet. Hajde të Unë jam Gjemi. Kjo çon që me qelëm një pilare. Une më vetja vjen me dojë se nëse pi kafe dan nga vetja, se nëse se pi një kafe më... Kini orar caktum, është ashtu? Okej, interesant kjo, po mu do ka shumë interesant. Faleminderit që na ke thirr Pajtes. Faleminderit edhe juve, ju përshëndes. Edhe na të përshëndesim ty shumë. Kur do me fol me Pajtesin e vetëm as parë, a ke pi kafe zoj? Tani e vazhdoni ma veti. Pajtes kafen a e ke pisit, thot po, çka dush thoni? A nëse thot ju vishikni. Ndryshe kujdes. E kolon po ka në për qytet, edhe pse kjo javë pak ma qetë se shkollat janë në pushim, a është pak ma qetë ajo? Jo, nuk është ma qetë. Në rreth shkollave në shtash ma qetë. Ma qetë rreth shkolla, po nësa... Fjallojnë fajnë fmive, po jo realisht im pritrit ata që me bojnë. Me kodë deri te krethi i ambasadës. Atë fajnë e valbi, jo shkolla. Po, unë po kolona e fjonë, në pjo thëmë, heni aty këta e kanë nga pëmdokët për silën, ani s'ka lidhje. Ka disa alternativa. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kush telefonon? Meja. Hajde mi. Po, pa thejmë pa kakullin se vi Gjilani, hajde dhe Lipjani. Po, pak Lipjani dërët. Hajde të regom që ka të bënd ty me dalë prej vetës. Pa do, jo qasë që më di sa po më nervozon, ku futbolleri kësirë me dhonë gollën vetë, ku ata të atrujti Kosova me Islandën, nuk të atrujti shokit vetë, sa të shkonë të hupit të golla, ti jenë të futbolera vetjoka. Vetjoka janë, do vetjoka. Kjo vetë. A i hupit të shonësën 100% i hupit të shonësa, visë më s'pjaqu shokit vetë. Dhe më thonë këtë momenti që të bënd ty me dalë prej vetës është në futbol kër ndodhin që do farë pa drejtësit. Sportisti do të me konë sportist, jo me konë vetjak. 100% shonësën, nuk ja dujke shokit, po këtë kemë në gollën vetë, asë unë s'mujtë në. A i tu i përcjell këto lojtë që po mbanë këto ditë? Po i kësili, po i qasë pas sport. Me cilin ekip je? I Kosova për tyre. Jam në Liverpoolin jam. A, me Liverpoolin, a kone ma herët që më konë, qasë më fort, jam të përcjell. Tash më duket po i përcjell ma shumë këto lojtë vendore, po tash bëdët më. Vendore, po, dritën ma shumë që Gjelonit Prishtinën të to. Falimderit me të përshëndesim shumë. Dhe mirë, bo, që ju falimderit. Edhe na të falimderojmë ty. Cili me mu bashkë këtë javë ka pas në marrë dhurata në studio, që ka ndodhe? Po, ka dole më sugut, me thonë se ashënsori ka fajt. Jo, ventora nuk i ka fajt, ka në ardhi unë silë, këtu e këna bo një gjiro, a nejk nej, po, se nëse marri men, po, javën e kalume, na kam premtu që kanë me nasil këtu në studio një vest, e kom kërku të kuqe. Po. Tash nuk e dia kanë me pas mundësi me sjell të kuqe ose jo. Për ndryshe kret ju që doni me i pështu kolonës edhe me qenë sa më të shpejt, sa më efikas, kudo që shkoni për çdo punë që e bëni, shkoni në Ventura Motors që i ka sjell Automita, edhe zgjedheni motorin që ju pëlqen, që ju përshtatet, duke filluar nga 1,70 €, në ditë. Domethënë një kafe në ditë kushton për me marr një Venturo, shkoni atje zgjedhni keni GTS Super Sportin 125 a 125 shpejt. 125. Çështu pjalojnë. Ade Sprint 50 shi, Beverly 300 shi, ka shumë modele, kështu që shkoni atje zgjedheni ngjyrën, viçi thu çfarë du edhe
Jo që po veni në drejtim të Prishtinës nga Magjisolja pej Prishtinë, Fiom prej fshatit Vragoli është kolona tutje. Po ka kolona ajo pjesë, është e ngarkuar pjesa për Mjuqas Çaglavicës në këto momente rrethi Çaglavicës, kolon ka rrethi me flamur rrethi spitalit drejt tek rrethi rrugës B. E ngarkuar është edhe qendra e Prishtinës, rruga Luana Radinaj në drejtim të rrugës Tirana. E tërheki çka thash më herët. Po, tërheket lutna pak, veç pak a dole kështu. Alo, përshëndetje, Viber, kush na ka telefonu? Alo, përshëndetje. Përshëndetje edhe për ty, kush na ka thirr? Fjolla nga Prizreni. Po je fjoll? Se. A je mirë, as po të tjetër punë vishim prell me rate, a? Po shka me bota, ashtu kom puna. Sa fjolla bore, po, se i s'ka rob, bora s'na ka thirr, veç fjolla na ka thirr, okej. Fjolla, është mirë Prizreni, po? Po, shumë mirë. A e ka kohën e mirë sot? Sot ka qenë pak kohë me shi, po prap mirë. I mirë është Prizreni edhe në shi është i mira, po? I mirë është Prizreni, çdo moment me shi, me borë, me diell, me gjithë pas i mirë është. A i ka alosh ashtu njerëz të mirë? Shumë janë njerëz të mirë. Duhet me ardhë me fjonën, me ardhë me shiklu, me vizitu Prizrenin, mu knash një kafe në Shadrvan. Po pra, me pi pak uj Shadrvanit, të pse ka u kry ajo puna për neve, po me pi, letë qëllon që aty. Jo, ajo për fjonën, jo për ty arsë. A është e vërtet për ata që e pin ujt aty në Shadrvan, do më thonë, po... Vish për fjonën, tha. Vish për fjonën, pëse dhe kjo e ka kry punën. Vish për fjonën, se me pi fjona uj në Shadrvan, tjetë në Prizren, jetë ta një smut në orë. Po, një dedhën e me pi e marrë në nusët Prizrenit, a pi bjen që ashto? Po, nëse si i martu. Po, edhe kjo e martu me është, po e fjoll. Po, a? Po, tërhekja fjollën që ka the. Tërhekja shpejt. Ujin e pi, e tani qka bot. Po, na uj dojna me pi. Tani qysh dhe. Nga interesant. Po, nëse vini mërë dhe uj me pi dhe kafe dhe gjitha mirat i kena. Po, më kënas, po, na i që babne. Hajde të regona qka të bon me dal prej vetës ty. Do më thonë, qka është një diçka që të del prej vetës fjolla? Mund qëtë me dal prej vetës nëse dikush fol mrapa shpinës. E qysh e din që ka fol? E më tregon dikush tjetër, se fjolla ku del prej gojës në dëgjohët. Po vaj që tregon ka ful me pa shpinës tatina. Nejse, do më thonë... Ose ka pohu, se ka miratua, se ka kundërshtu. Do më thonë, ty të bën me dal për vetës, kur e din që dikush ka ful, po nëse ka ful mirë mra pa shpinës, a të bën me dal për vetës? Valla, mu duhet me dal, se ata që folin nuk janë të mirë, ata që të folin mra pa shpinës. Po ka fol dikush mirë për ty? Mra pa shpinës, po të ka fol mirë, ka thonë, qëre, fjolla është shumë e mirë. S'po më imi thonë direkt, po është e mirë. Jo, ka folë mra pa shpinës, po nuk ka folë fjallë të mira, po fjallë të këqia. Veç për fjallë të këqia, okej. Fjollë, falimderit që nga ke thirë, të falja krejt Prizrenit. Falimderit edhe juve ju kaloni mirë, e ju presim në Prizren me orë. Shijemi në Prizren, për ndryshe kena me marë ka një kësi protein, po këjo pe marëm një protein me vetit, tani për tren që është bot. Zotit, po me 27 gram protein, ka dhe pje dhe buding, kështu që në juve që ju duhet pak protein tash, keni me shku në ushtrime ose në dojë për ushtrimeve. Nalën e aty poshtë e marketit. Vera po vjen, tash i apim zërë, i shretit nesat. Kujdes, apo thu që për një mujt ditë për ndreshëm. Po që ashtu jenë aspirata. Jo, eci, ka pi maca ujnë për këtë vjetë. Vera po vjen, dasma po vinë. Ka dal, po. Që ndas ma fitness është një par fitness edhe durët edhe kompe ke po besa dikush edhe belin ka pat s'po shkujnë anë për as das ma asë kështu që telefonata tu kalof shmira tu më se t'kina lon kom faleminderit na kure vazhdojna mua beten ju mos rëni aty s'keni nevojë s'ka faj se elam kom alona ngojke elam kom mja bum të mshelum derën po se mshelum derën nëse është koha për me mshel derën s'tash fjon. Okej, para se me mshel derën, Enza Home vazhdon me zbritje, kështu që shkoni atje, ka super oferta për krejt ju që doni me bona i ndryshim simpatik, me dal pak prej vetës, me thy pak atë rutinën atë zakonshme që ka e keni në vëshpish, shkoni atje, keni orendim, mobiljet ndryshme, jatash bedding, e gjithë shka tjetër. Faleminderit se cilit për jush që keni qenë edhe me neve edhe sot, duke uru që keni kalu mirë, kena me qenë bashkë edhe për një orë tjetër me Glam Radio, kështu që na vizitoni edhe përmes portalit, edhe përmes rrjeteve sociale, për ndryshe që s'keni mundësi jemi nesër. E deri nesër ju mos harroni me bo ata që duni me bo gjithmonë me epsh shumë dashni. Paqet plot shëndet.